Të dashur miqtë të isë, sot po takohemi këtu nga Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës në Prishtinë, ku po bëhet hapja e ekspozitës nga lufta në liri, lirimi i Kosovës në dokumente, kujtime dhe media. Në këtë ekspozitë po marrin pjesë personalitete të figurave të ndryshme, duke filluar nga kryeministri i Kosovës, kryeshefi Agjencisë Arkiveve të Republikës së Kosovës, drejtori i Institutit të Krimeve të kryera gjatë luftës, Muzeut Kombëtar, Bibliotekës Kombëtare, e profesor akademik të ndryshëm. Ekspozita, siç po paralajmërohet, do të jetë e hapur për disa ditë dhe të mos harrojmë se në çfarë gjendje ishte vendi dhe populli jonë, dhe falenderojmë Zotin që sot e gëzojmë lirinë. Qëllimi i kësaj ekspozite është shënimi i ditës së çlirimit. Gjithashtu kjo ekspozitë, e cila është bërë nën patronatin e Ministrisë së Kulturës, është realizuar në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare, Arkivën e Kosovës, Muzeun e Kosovës, Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, dhe shpërfaq një mori materialesh, siç janë video, dokumente arkivore, por edhe foto, dhe ka për qëllim që të tregon se ne nuk harrojmë dhe se do të thotë përmes kësaj ekspozite synojmë që të njohim mas pari vetën, t'ia kurdojmë po edhe publikut çmimin e lirisë dhe rëndësinë që ka që këto data të kujtohen, por edhe të kremtohen. Unë shpresoj që kjo ekspozitë të shërbej përveç kujtimit, të shërbej edhe si lloj mënyre e mirë për të reflektuar për një të ardhme ku e kaluara nuk harrohet, edhe ku do të thotë synojmë që të arrihet drejtësia për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, sepse pa drejtësi, pa dokumentim të mirëfillt, nuk ka drejtësi, e pa drejtësi nuk ka paqe të qëndrueshme. Duke nisur prej faktit që është edhe ditë e sakrificës dhe e lirisë së Kosovës, 12 qershori, që është një datë që duhet ta festojmë çdo herë. Në kuadër të tij duhet mblidhen dokumentacionet që ta mbojmë të gjallë kujtesën mbi gjitha pjesët që kemi luftuar, nga ajo të demonstratave të ndryshme, të mosbajtimeve të popullit shqiptar mbi represionin që është bërë ndaj tyre. Kështu që është një lloj ekspozite mbi atë që ta kenë si kujtesë çdo njeri, edhe pasardhësit tonë, edhe rinia jonë, që ta mbajnë të hapur atë kujtesë. E para nuk do të thoja që është e rëndësishme vetëm për muzeun, për faktin që 4 institucionet e nivelit qendror janë bërë bashk. Unë mendoj që i ka bërë bashk edhe fushveprimi, po edhe përgjegjësia që kemi ndaj ruajtjes së dokumenteve historike, fakteve, dëshmive, përfshi dhe artefaktet në këtë rast, ku preket drejt për drejt Muzeu Kombëtar i Kosovës. Si është realizuar ky bashkëpunim? Ka ardhur si iniciativë në një nga takimet e rregullta që i mban Ministri i Kulturës, zoti Ajro Llaçeku, me institucionet e nivelit qendror për të shënuar ditët e rëndësishme për vendin. Në këtë rast ishte për ditën e çlirimit dhe iniciativa ishte e 4 institucioneve, respektivisht 4 drejtorëve, që të realizojmë një ekspozitë të përbashkët në Bibliotekën Kombëtare. Do të ishte ndoshta më mirë edhe në Muzeun Kombëtar, ne ndodhemi në renovim, gjithsesi Biblioteka Kombëtare vazhdon të mbetet një prej institucioneve po ashtu të rëndësishme, dhe jemi dakorduar që ekspozita të realizohet këto. Normalisht numri i eksponateve, i dokumenteve, dëshmive të cilat janë të prezantuara këto është bërë për zgjedhje nga stafi profesional i institucioneve respektive.